Profesori kriminalistikës Ervin Karamuto tregoi për top story një rast të një adoleshenteje që rrezikoi jetën për shkak të varësisë ndaj lëndëve narkotike. Karamuto rrëfeu se ishte vajza e një politikani në vendin ton, që u gjet në gjendje të rëndë në një shtëpi të braktisur në Dhërmi, aty ku drogohej dhe jetonte në kushte të papërshtatshme. Politikan shumë i lartë në Shqipëri. Në këto 34 vite ka qenë një politikan në nivele shumë të larta të qeverisjes ekzekutive, i ku vajza nga shtëpia, përdoruese droge, u angazhua e gjithë policia e shtetit në atë kohë, madje drejtorët e policisë u ndanë në linja të veçanta rrugore që përfshinin qytete në juglindje, jugperëndim. Nga Bregdetet, se andeja ratisej, ai qeveritari thoshte vetëm ma gjeni gjallë, se dinte çfarë bënte ajo kur largohej. Ikte me jaftë të tëra, u gjet në shtëpi të braktisur afër Dërmiut, e vetme me ato shiringat aty, kishte marrë një pije, aty e gjetën rastësisht. Ishte 17 vjeçe në atë kohë, babai i saj ka vdekur, ndërsa ajo sot është rikthyer në jetë, tha Karamuto, duke paralajmëruar kështu rrezikun e lëndëve narkotike dhe nevojën për më shumë kontrolle, që këto substanca të mos bien sidomos në duart e të miturve.